Se nuk mbrojnë të tjerët zoti Rama, po mbrojnë vetëm zonjë Balluku, sepse zonja Balluku është vetë Edi Rama. Zonja Karçanaj është vetë zoti Rama. Kur është vetë ai, por me emra të tjerë, ai del e mbron në publik. Besoj se ju kujtohet dhe i ktheni dhe kronikat modeshëm. Çka ka thënë? Në mbledhje të asamblesë, në asamblenë e partisë. Ka thënë që ne nuk do bëhemi avokat dhe mburoj për asnjë politikan kur ne na i kërkoj drejtësia. Apo jo? E ka thënë ai dhe eksponent tjerë të Partisë Socialiste. Ti japi përgjigje kësaj historie. Unë nuk po them që zoti Rama të reflektonte kur arrestuan kur bie presidenti. Nuk po them. Nuk po them që të reflektonte kur arrestuan zoti Berisha në 10 muaj në arrest shtëpie. Nuk po flas për këtë se janë opozita i urrend. Po flas pse zoti Rama nuk i qëndron atij standardi që ai ka vendosur vetëm. Unë nuk po them që zonjës që këta të gjithë janë të pafajshëm. Sepse përderisa nuk janë të dënuar, padyshim që janë të pafajshëm. Por ne këtu flasim për standardi. Nuk themu që zonja Karçana ishte të pafajshme, sepse nuk e vendosun. Do vendoset me vendim të formës për gjykatës. Por ky individi i mbron sepse akshi, nuk e them unë sot zvëndësi ti, Arben Ahmeta, është kopshti, është ai deni famshëm që i kryeministrin, ku kryeministri vjen atje te kopshti ti, dardha, kumlla, moll dhe kështu me radhë. Dhe aty ka për gjithë qokat. Dhe te akshi ai ka marrë gjithë ato dhënat, atje ka marrë çdo gjë të jetës së përditshme të qytetarëve shqiptar, të bizneseve, pra ai aty ka për korrupsion, ka dhënë tendra në mënyrë kështu të hapur. Dhe e mbron ai këtë, sepse është vetë aty, është familja kryeministrore. Po flasim te zonja Balluku. Zonja Balluku për mua s'ka fajnë, fajnë me Edi Rama, nuk ka për mua, nëse do isha unë avokat i saj, kisha shumë thjesht ta mbroj zonjën Balluku. Zonja Balluku është Edi Rama, Edi Rama ka dhënë urdhër, ka dërguar mesazhe telefonike, jepi filanit tenderin, filanit këtë, hiq atij, jepi atij. Është kryeministri aty më. Po ju e ditë çfarë po bëhet sot presidenti zoti Meta para burgim. Sepse ka folur telefon, ka mesazhe bashortja atij me biznesmen, që ishte kur ishte deputet e bashortja. Se shihni ka zoti Meta me aktiviteti politik bashortës, ai dhe gjeti vetëm spaku e di. Edhe ai po rri para burgim ai, kuptoheni. Zoti Rama me mesazhet e tij dhe del pali kur thot dhe në publik, po thot, unë i kam thënë thot, ja kam dhënë tender atij, tenderin këtij. E s'pa përgjegjësi. Të tjerë po rrinë në punë vetëm se janë njohës me persona të ndryshëm, pa dhënë tendera fare. Po rrinë para burgim. Kaq, i shumë e thjeshtë. Prandaj them që zoti Rama nuk mundet të heq dorë nga mbrojtja e Ballukut, sepse ka heq dorë nga mbrojtja e vet. Por Balluku ka rënë Rama, ky është thelbi. Këtë do të tregoj me qytetarët shqiptar. Po a them unë, zonja Balluku është i pafajshëm, sepse zonja Balluku është e pafajshme, sepse të gjitha ato i ka bërë Edi Rama. Ajo është shkreta po ma përgjegjësi për Edi Ramën. Ka që shumë e thjeshtë pra. Ure, më kuptoni mua ju tani, në një vend me autokrasi, ku kryeministri di edhe brekët që veshin gratë dhe burrat e këtij vendi dhe nuk dika që një ministri i tij do ka tendra X-it e Y-it. Ku ndërkohë këtu nuk futesh dot të punën, në një marrëdhënie pune me shtetin nuk futesh dot, po skalove në sitën e deputetëve të partisë të drejshit me të biri që kanë këta institucione. Nuk futesh dot. Po si u dhe ka tendera 50 milionë, 100 milionë euro, e nuk di ka kryeministri, ore, jenë tani, do na e fyën inteligjencën e këta apo çfarë tani? Ja kjo është. Zoti Cakrani, në këtë rast, Edi Rama është trembur se spaku i ka vajtur atij tashmë në zyrë, pra dhe pas Ballukut mund të preket direkt ai, apo në këtë rast e ka thjesht për të mbrojtur radhët në mënyrë që të rezistojë sa më shumë në pushtet? Shiko, që ka vajtur kanë shkuar tek zyra, ata kanë shkuar tek zyra. Pra që kanë hyrë tek paradhoma e kryeministrit kanë hyrë. Kjo tashmë është evidente.
Problemi është që prokuroria e posaçme ka nevojë për një mbështetje edhe të brëshme, pra ka nevojë për moral, ka nevojë sepse ky dele intimidon në media, ky dele intimidon në për asamblerat. Dhe mos harrojmë diçka që dhe ata janë njerëz, dhe ata ka familje, kanë njerëz, kanë të afërt me kështu me radhë. Dhe ky është thelbi i gjës. Unë mendoj dhe besoj që pavarësisht kritikave që kam unë për atë prokurori atje, kritika që unë jo i them publik, po ka them edhe në syrin sa gjyqit, s'kam asnjë lloj kompleksi. Problemi qëndron që jo të gjithë ata, pra një pjesë e vogël që zoti Rama nuk e ka kapur dot, që e ka jashtë kontrollit, sepse kanë kapur të tjerë, pra e kanë kapur europianët, më saktë gjermanët, sepse Akshi nuk kishte për të dalë ndonjëherë mos të kishin hyrë gjermanët. E kanë iniciuar ata. Të duhet ta dini dhe ta di publiku. Nuk kishte asnjë shans që të hapej dosja Akshit. Fare. Por hyn gjermanët sepse ata kanë parë aty korrupsione, kanë parë shumë gjëra të tjera, i cili do bën publike. Por nuk ka ndodhur deri sot, i nderuar, që një kryeministër në detyrë t'i shkohet, t'i kontrollohet zyra. Tani, sepse edhe duhet të pranojmë edhe disa gjëra. Në asnjë vend të Europës nuk ka shkuar kush një prokurori te kryeministri i cili të kontrollojë zyrën ose ta marri në ndjekje penale, pra ta ndjek penalisht atë. Sepse ka ndodhur raste të tjera, padyshim, por kur ju kanë hequr imunitetin parlamentet e tyre. Është rasti për shembull i Bettino Craxit të Italisë në vitet 94, që i hoqën imunitetin, pastaj u largua, iku në Tunizi derisa ndroi jetë. Problemi është që zoti Rama tashmë pushtetin nuk e do më për të qenë në pushtet vetë. Ai e do pushtetin për të mbrojtur tashmë. Sepse duke qenë në pushtet, ai mbrohet nga drejtësia. Dy persona janë që mbrohen sot nga drejtësia duke patur qenë kryeministra. Dy janë. Nuk e them unë, e thon gjithë analistët e botës. Dy janë, njëri bën luftë, koti i vret njerëz si Benjamin Netanyahu edhe Edi Rama në Shqipëri. Ta dy lidera, dy kryeministra janë që zgjasin mandatet e tyre sepse kanë frikën e përballjes me drejtësinë. Netanyahu ka drejtësinë brenda vendit të tij, që ju e dini, po ikur akrimisht do arrestohet. Ka dhe drejtësinë e Hagës, që është person në kërkim. Ndërsa zoti Rama ka frikën e drejtësisë këtu dhe padyshim ka frikën, ta dini edhe këtë gjë, se ai do shpallet nga Europa non grata. Ai do shpallet nga gjitha vendet non grata. Sepse ai individi ka alimentuar korrupsionin. Ai ka korruptuar lider Bashkimit Evropian. E dini apo se dini? Ai ka korruptuar atë rektorin e Universitetit të Europës, Mogherini. Ka korruptuar numrin 1 të FBI. Nuk më ndoni ju se e kanë harruar, jo, nuk harrojnë. Pa ish kryeministër tani dhe kryeministri detyrë është vështirë t'i bësh këto sanksione. Por mos harrojmë ka korruptuar ambasador. Qofshin këta Amerikanë, qofshin këta Evropian. E i dini shumë mirë ju, Lautini. Kush e korruptoi? Unë e korruptova. Me vilën atje. Vila për 200.000 euro, jo bjo 600. Ju e dini shumë mirë këtë. Ai ambasador të tjerë po deshën. E korruptuan edhe bën reformën në drejtësi për të kapur drejtësinë. Dhe dini edhe këtë, besoj se dini shumë mirë. Goditit gjithë kundërshtarët politik me anë të ambasadave, me anë të lobimeve. Po lobimet nuk beshin pa lek, apo jo? Goditit kundërshtarët politik, njërin e ka futur në burg të bodrumet e 313-ës, ish presidentit, dhe trajton atje si Pjetër Arbloni që trajton të Eve Roxha. Njëtoj, dhe atë tjetrin, plakun 80 vjeçar Sali Berishin e futi në arrest shtëpie. Ja kjo është, çfarë doni ju të bëjmë? Dhe ambasadorët heshtën. Ambasadorët këtu heshtën. Po heshtja është qendrim mafios, thonë italianët. Thonë italianët, pra, drejtësia këta prokurorët italianë, thonë, heshtja është qendrim mafios. Ambasadorët tu kanë heshtur të gjithë to vite.
Dhe sepse heshtja aty është bler me lek. Heshtja aty ka shkatëruar Shqipërinë sot. Ky është problemi. Zoti Cagrani, dhe i pyetje fundit, ju përmendët intimidimet që shpesh herë Edi Rama ka bërë ndaj sistemit të ri të drejtësisë, veçanërisht në çështjen e fundit atë të Belinda Ballukut. Në këtë rast, a mendoni se do të ketë një përpjekje të theksuar, edhe pse është bërë e ditur nga vetë kryeministri Edi Rama, për të goditur SPAK-un përmes ndryshimeve ligjore apo përmes tentativave të tjera në mënyrë që t'ia zbe rolin dhe efikasitetin e këtij institucioni për të goditur në nivelet e larta? Shiko, SPAK-u si institucion aktualisht që ne po flasim ka rënë. SPAK-u, prokuroria, do t'ja themi prokuroria e posaçme. Prokuroria e posaçme, e cila u ndërtua si një strukturë e posaçme për të luftuar krimin dhe korrupsionin të niveleve të larta, sot ka rënë. Janë 3-4 prokurorë që po i qëndrojnë presionit dhe të gjithë sulmeve që po i bëhet. Janë 3-4 prokurorë që për të së vërtetës bravo qofshi po qëndrojnë, se të tjerët kanë rënë, që nga Altin Dumani, ai heroi fëmijëve të shqiptarëve, me atë që ka bërë dije, që ka pushuar çështje për ish gjyqtaren për këtë, gjyqtaren e gjykatës posaçme Irena Gjoka, për turpin e asaj prokurorie, dhe di pse e bëri këtë gjë, dëse ju nuk keni harruar një fakt. Ju do të kuptoni, çështja e Gjoka u erdhi si një dhuratë që i bëri gjyqtarja Altin Dumanit në datën 18 mars, që kaloi për gjykim pa prova, pa fakte, pa dëshmi, pa asnjë hetim serioz, të pranoi vetë gjyqtarja Gjoka në datën 18 që kaloi për gjykim çështja e zotit Meta. Një javë më pas, zoti Dumani pushoi asaj çështje që kishte në prokurori, pa ma thoni mua. A përkojnë këto gjërat? Po padyshim. Dhe ne jemi budallë. Ne kishim 7 muaj që bënim luftën, po bënim luftë për pushuar çështjen, ose ta kthenim çështjen e zotit Meta për jetim. Sepse nuk kishte prova, i pranoi vetë gjykata. I pranoi 1, 2, 3, 10 fakte. Që çështja e zotit Meta nuk ka prova këtu, s'ka këtu, po juve ikni në gjykat, në gjyqin e merri dhe i zgjidhni atje. Po ti për çfarë një gjyqtare pastaj para prake për të filtruar, kontrolluar dosjen e, si për çfarë ka çuar aty procedura aty. Dhe ajo ja bëri këtë nder Altin Dumanit, që mos i binte akuza për çes diën Altin Dumanit, për zotin Meta, dhe Altin Dumani e ktheu nderin edhe në datën një javë më pas të diën në datën 26, një javë më pas, i bëri nderin, i pushoi çështjen që kishte regjistruar, e mbajti i varur 7 muaj, 8 muaj, sa të kalonte gjykim çështja e zotit Meta, dhe dje pushoi. Ja, kjo është prokuroria e posaçme.